Përgatitjet për zhvillimin e provimeve të maturës shtetërore në Shkodër kanë hyrë në fazat përfundimtare. Sipas specialistit të zyrës vendore të arsimit në Shkodër, Eduard Plepi, janë përcaktuar 6 qendra provimi, të cilat do të presin në total 1466 maturantë. Qendrat që ne kemi organizuar dhe parashikuar për provimet e maturës janë 28 Nëntori, shkolla Alpi të Mëshkalla, Edi Durham, Jordan Misja, Shena Zejuka dhe shkolla Ndre Mjeda, e cila do të mirëpresi të gjithë maturantët dhe kandidatët për të kryer provimet planifikuara sipas datave për maturën shtetërore. Nga ana tjetër, ka përfunduar edhe procesi i trajnimit të 1100 mësuesve mbikëqyrës, të cilët do të jenë përgjegjës për mbarvajtjen e provimeve, duke garantuar respektimin e rregullave dhe standardeve të përcaktuara. Ne si zyrë arsimore kemi organizuar të gjitha përgatitjet për sa i përket përgatitjes të mësuesave, të cilët do të administrojnë provimet, dhe përgjegjësve të qendrave provimit, të cilët janë trajnuar dhe kanë marrë gjithë programin që u nevojitet për zbatimin e administrimit. Provimet e maturës shtetërore do të nisin në datën 2 qershor me provimin e gjuhës së huaj, për të vijuar në datën 9 qershor me provimin e gjuhës shqipe, 16 qershor është provimi matematikës dhe e përmbyllen në 23 qershor me provimet me zgjedhje.